Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kur mos pini kafe nëse vuani nga këto probleme shëndetësore, dëgjojeni urgjent. Edhe pse është provuar shkencërisht se kafja të zgjat jetën, studime të ndryshme kanë sugjeruar se duhet ta shmangni kafen ose të paktën ta reduktoni atë në raste të caktuara për të shmangur disa nga efektet shëndetësore. Ja rastet kur ju nuk duhet ta pini kafen, nëse ajo është e nxehtë. Konsumimi i pijeve shumë të nxehta, si për shembull kafeja apo çaj, mund të shkaktojnë sëmundje të këqija, paralajmërojnë ekspertët e mjekësisë. Mendohet se temperatura dhe jo substancat e pijeve shkaktojnë sëmundje të ezofagut nëse është mbi 65 gradë Celsius. Prandaj tregoni të durueshëm, mos e pini asnjëherë kafen sapo të hiqet nga zjarri, por lëreni pak të ftohet. Nëse ndiheni pak si në ankth sapo pini kafe, atëherë me patjetër për këtë duhet të fajsoni kafen. Kafeina ka një efekt stimulues në sistemin tuaj nervor qendror që shkakton lërshimin e hormonit kortizol të stresit. Në këtë rast e përkeqëson akoma edhe më shumë ankthin dhe problemet me gjumin, sidomos tek personat të cilët vuajnë nga depresioni. Ndërkohë, për të minimizuar influencën e kafes, përpiqeni mos ta teproni me kafen dhe mos pini kafe 6 orë përpara gjumit. Kur jetë duke ngordhur për gjumë, kafja mund të duket një zgjidhje shumë e mirë, sidomos nëse dëshiron që ta gdhish mëngjesin. Në rast të kundërt jo, përpiquni që të mos pini kafe para se të flini, pasi është e sigurt se nuk do t'ju zërë gjumi. Nëse nuk do të flini të paktën 7 orë në natë, do të fillojnë dhe do të shfaqen probleme në shëndet. Mos pi kafe që pa gdhir. Sipas ekspertëve, konsumimi i kafes që pa gdhir nuk do t'ju shtojë as pak nivelet e energjisë. Kjo sepse në orët e para të zgjimit, nivelet e hormonit të kortizolit të stresit janë në kulmin e tyre dhe ato ju japin ju një rritje normale të energjisë. Prandaj shumë ekspertë bien dakord që kafen e parë të mëngjesit ju ta pini rreth orës 10 deri në orën 12, kur nivelet e kortizolit kanë filluar që të bien. Individët të cilët e kanë tepër të vështirë që të mbajnë nën kontroll gjendjes si tensioni i lartë i gjakut, diabeti, refluksi gastroezofageal, duhet që të kenë kujdes me sasinë e kafes që ata pinë. Ndërkohë, nga ana tjetër, këto janë shenja që paralajmërojnë se ju po e teproni me konsumin e kafes. 50% e popullsisë amerikane konsumon kafe. Mesatarisht një person pi 3,1 filxhan kafe në ditë dhe kjo thjesht dëshmon se bota jonë moderne nuk mund të jetojë pa këtë pije magjike. Madje tashmë është bërë një kulturë, por përveç efekteve pozitive, ka edhe disa efekte negative, për të cilat të gjithë ne duhet të jemi të vetëdijshëm. Ju mund të keni probleme me stomakun. Kafeja në të vërtet ka një efekt laksativ. Ajo lëshon një hormon i cili bën që stomaku juaj të shpejtojë aktivitetin, sidomos në zorrën e trash. Pirja e tepërt e kafes gjithashtu mund të çojë në jashtëqitje të lirshme dhe madje edhe në diarre. Përveç kësaj, kafeja promovon zbaticën gastroezofageale. Ndaj nëse keni ndonjë problem me stomakun tuaj, është mirë që ju të zvogëloni konsumin e kafes. Mund të ndiheni të lodhur të nesërmen pasi të keni pirë kafe. Kafeja stimulon sistemin tuaj nervor për shkak të përmbajtjes së kafeinës dhe gjithashtu përmirëson performancën fizike me 11 deri në 12%, por ka një anë të keqe, adenozina, një element kimik i cili gjendet në kafe, së pari rritet dhe më pas bie. Disa studime gjithashtu vënë në re se pasi ju ta keni pirë, ju mund të ndiheni të lodhur dhe mund të bini në gjumë. Mund të keni ankth
Nëse konsumoni doza të mëdha të kafes së çdo ditë, kjo gjithashtu mund të çojë në ankth dhe në nervozizëm. Kafeja gjithashtu është një shkas për çlirimin e adrenalinës, e cila mund të ndikojë në sjelljen tuaj. Nëse vëreni se jeni bërë shumë nervoz, është një ide e mirë që ju të përpiqeni dhe të kontrolloni konsumin tuaj të kafeinës. Keni filluar që të përjetoni pa gjumësi. Sipas ekspertëve, kafeja ju bën ju të qëndroni zgjuar, por në të njëjtën kohë ajo mund edhe të ndikojë në gjumin tuaj. Studiuesit kanë treguar se një konsum i lartë i kafes gjithashtu mund të rrisë sasinë e kohës që juve ju duhet për të fjetur. Ju fjalë për fjalë flini më pak dhe ndiheni më të lodhur gjatë ditës. Sipas ekspertëve, është provuar se kafja, nëse ju shkakton rrahje të shpejta të zemrës dhe lodhje, ju nuk duhet që ta konsumoni më. Efekti i shpejtë i rrahjeve të zemrës nuk shfaqet tek të gjithë, por gjithsesi është mjaft i zakonshëm. Është provuar se kafja tek të rinj, të cilët konsumojnë doza të larta kafeje, mundet që të rrisë pulsin dhe nuk rekomandohet për ata njerëz të cilët kanë probleme me presionin e gjakut dhe me zemrën e tyre. Metabolizmi juaj shpejtohet dhe ju bëheni të varur. Kafeina është një shtesë e djegjes së dhjamit. Studimet kanë treguar se rrit metabolizmin tuaj me 3 deri në 11%. Sidoqoftë është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm sepse disa njerëz janë intolerant ndaj kafes dhe efektet negative janë shumë më të këqija sesa pozitive. Problemi është se ju mund të bëheni të varur nga kafeja dhe mund të konsumoni ujë mjaftueshëm për të cilin trupi juaj ka vërtet nevojë. Këmbët miza. Nëse keni ndjerë ndonjëherë se këmbët tuaja nuk qëndrojnë dot të qeta pas një filxhani kafeje, kafeina mund të jetë shkaktari. Për disa njerëz, kafeina e stimulon tepër sistemin tuaj nervor, duke shkaktuar kështu një dëshirë të pakontrollueshme për të lëvizur këmbët, sidomos natën. Kjo ndjesi gjithashtu mund të vështirësojë procesin e gjumit, duke qenë se kafeina mund të qëndrojë në sistemin tuaj për orë të tëra, edhe një kafe pasdite gjithashtu mund të çojë në një natë të parahatshme. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ju duhet të dini se kafeina e tepërt ju shkakton edhe skalp të thatë. Efektet dehidratuese të kafeinës nuk ndikojnë vetëm në trupin tuaj, ato gjithashtu ndikojnë edhe në lëkurën tuaj të kokës, duke çuar në tharje të tepërt ose skuqe. Një skalp i thatë nuk është thjesht i pakëndshëm me kalimin e kohës, ai mund edhe të kontribojë gjithashtu në rënien e flokut, ta dobësoj shëndetin e flokut dhe në rrallim të tyre. Nëse skalpi thahet dhe flokët po ju bien, mbase për këtë shkaku është kafja. Një shtresë në gjuhë mund të tingëllojë e çuditshme, por efektet acidike të kafeinës mund të bëjnë që një shtresë e gjelbër të shfaqet në gjuhën tuaj. Kjo ndodh shpesh kur sistemi juaj tretës po përpiqet që të përpunojë acidin duke çuar në një çekuilibër të baktereve në gojë. Ndërkohë, nga ana tjetër ju bie energjia në mesditë. Kafeina supozohet ju jap energji, por për disa ajo bën të kundërtën duke çuar në rënje ekstreme të energjisë vetëm disa orë më vonë. Kjo ndodh sepse kafeina shkakton një rritje të adrenalinës dhe të sheqerit në gjak, e cila bie shumë shpejt, duke ju bërë ju që të ndiheni të lodhur. Nëse e gjeni veten të dëshpëruar për një filxhan tjetër në fillim të pasdites, mund të jeni në një rrjet vicioz varësie. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!